Ore, a keni numrin e telefonit t'i thrisni asaj ministres së shëndetësisë? Se vërtet ka ikë në Europa, jo, dhe na këshën nxjerr video, dihet që në Europa, por duhet i them ministres që nuk hyet në Europë pa pambuk dhe jodio dhe doreza në për spitalet shqiptare. Nuk hyet në Europë kur nuk punon mamografia në Lushje. Prap nuk hyet në Europë kur nuk ka eko në Lushje për të bërë ekzaminimet gjatë lindjeve. Se po i qojmë fjere, po në dalin lushnjarë gjithë fjerak. Nuk hyet në Europë kur grafia del si fotografi pa blic, se nuk meret vesh qa është Europë, apo qarë mund tjetë. Nuk meret vesh kur nuk ka ashensor për të njitë maternitet ka 3 lindin gratë të shkallëve. Nuk ka ashensor të pediatria kur urgjenca pediatrisë ka 4. Burre grua bëjnë me radhë në 2 kate se japin shpirt rrugës. Lamba jo. Pra edhe me listën e medikamenteve që pres t'ja them shumë kur t'i vi gati interpelanca. Kështu që nuk hyet në Europë vetëm se ka vënë. Faleminderit. Mos e vazhdojmë diskutimin, ju lutem, për rregulloren, sepse ka një këshill për rregulloren, ka filluar punën, ju jeni te këshilli, po mos i sillni këtu diskutimet e këshillit, të cilat sapo kanë filluar. Ka një propozim, çdo deputet ka të drejtë të propozojë ndryshime rregullore. Zoti Koreshi, ju dëgjuam. Ju dëgjuam, të gjithëve ju dëgjuam. Pse duhet të mbivendoseni mbi fjalën e të tjerëve? Kushdo qoftë kolegu.